Pica nga duart e mamit për mëngjes, gjysha përgatiti pica me që fëmijët nuk e han paçen, edhe si e përgatiti tani mami brumin. Në fillim do t'i hidhni miell, i hodhi 500 gram miell, i hodhi një lugë me maja. Pastaj ja i trazoj këto bashkë, pak vaj ulliri brenda, i hodhi 2 vezë, po neve tek brumi i picës hedhim dhe vezë, po doni mund të mos hidhni. Një çik kripë, edhe pastaj ja brumin e mbryti me qumësht, jo me ujë, me qumësht. Pasi e la që të vi një çik brumi, e hapi në tepsi si shikoni këtu, mund të hini çfarë të doni juve, mami i hodhi ketchup, këtu brenda kishte përzier tomate të freskët me speca, edhe i hapi dhe i hodhi brenda te pica, po me duar hapi, mos filloni prap nga dorezat edhe me këmbë edhe me veshë edhe me sy, me duar i hapim se për një pret e saj po gatuan, ndaj ju keqe Nina, se sua kemi oreksin. Pastaj nga lart i hodhi sallamë, djathë, edhe djathë copa djathi, edhe djathë grirë, e vendosi në furrë, e la prap në një gjysmë ore brenda në furrë, që të fryhet akoma një çik dhe pastaj e ndezi që të piqet në 180 gradë, po varet edhe nga furra juaj. E presim o njerëz, edhe del një picë fantastike. Kuptohet që hëngrëm dhe ne të rrituri, sa do që kishim edhe paçe për mëngjes. Kaloni bukur!